Në konferencën e kryetarëve, socialistët votuan kundër kërkesës Partisë Demokratike për zhvilluar një debat posaçëm në parlament, së pari për kërkesat e protestuesve, së dyti për rezolutën e Parlamentit Evropian. Gjithashtu mazhoranca hodhi poshtë kërkesën për një interpelancë me kryeministrin Edi Rama për kërkesat e qytetarëve që protestojnë prej më shumë se 3 javësh. Ne nuk mund të sidhemi sikur ata qytetarë që protestojnë prej 25 apo 26 ditësh nuk ekzistojnë. Janë qytetarë shqiptarë. Mirpo Taulant Balla dhe Edi Rama është mësuar që në kuvend bëjnë vetëm zëvendësin e interesave të grupeve kriminale. Kur gjatë këtyre 14 viteve, në një ditë të vetme, nuk janë përpjekur të bëjnë zëvendësin apo përcjellsin, adresusin e shqetësimeve të qytetarëve. Nuk e qas fare partinë e Sali Berishës si zëvendëse përfaqësuese të diskutoj për çështje që lidhen me protestën. Sipas Taulant Ballës, nëse Partia Demokratike do që të bëjë vetëj politike me protestën, le të kërkojë zyrtarisht shkarkimin e kryeministrit Edi Rama nëpërmjet mekanizmave që ka kushtetuta. Sillni kërkesën për mocion mosbesimi. E dini që me ndryshimet kushtetuese të vitit 2008, kur kërkon mocion mosbesimi, duhet sjellësh edhe kandidatin për kryeministër. E sillni dot Saliun për kandidat për kryeministër? Aksionet e grupit parlamentar në kuvendin e Shqipërisë nuk i sugjeron Taulant Balla. Vetmja gjë që sugjeron Taulant Balla është të miratojë një ligj për t'i dhënë favore Artur Sheut dhe grupeve kriminale në vend. Ndërkaq Balla hodhi poshtë një prej kërkesave të protestuesve atë për kufizimin e mandatit kryeministrit. Po në rastin e Republikave Parlamentare, kufizimin e mandateve ta bën vetëm vota e popullit, nuk ta bëjnë rregullat në kushtetutë. Kështu që në këtë këndvështrim mos u lodhni kot, thuaj atyre. Prej 31 maj qytetarët po protestojnë çdo mbrëmje para kryeministrisë duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Pak ditë më parë protestuesit publikuan një listë me kërkesa ku përfshihet krijimin qeverie teknike, ndryshimi i kushtetutës, kodit zgjedhor, anullimi i ndryshimeve në ligjin për zonat e mbrojtura, anullimi i ndryshimeve në ligjin për trashëgiminë kulturore, si dhe shfuqizimi i paketës së maleve dhe ligjit për investime strategjike.